Kjo masë është arsyeja pse ne kërkojmë një masë të dytë. Kjo është një masë e marrë mirë, kjo është një masë e marrë jo dhe aq mirë. Këtu kemi një rast ku doktori ka vendosur 3 implante, këtu kemi një urë, treshe dhe këtu kemi një tek. Arsyet pse kjo masë nuk është marrë jo dhe aq mirë janë: e para është mospërzierja e silikon putit. Nëse e vëmë re, këtu kemi disa njolla të bardha nga mospërzierja e mirë e silikonit. Përpasoj, kjo sjell që masa mund të deformohet dhe të kemi një masë jo të saktë. E dyta është lëvizja e transfertave. Transfertat nuk janë lidhur në mënyrë të mirë dhe kjo bën që ato të mos jenë stabil pra të lëvizin dhe mund të kemi një pozicionim të keq të kurorave. E treta është tërheqja e masës. Doktori e ka hequr masën nga goja përpara kohe dhe përrjedhoi dhëmbët frontal kanë dalë të tërhequr. Kjo duket qartazi. Masa perfekte për ne do të ishte një si kjo këtu. Arsyeja e parë është që masa është marrë me fill dentar. Këtu duken gjurmët e saj, që janë mbi shkallë. Ky është modeli, pasi masa është derdhur dhe duken qartazi shkallët e koletit, të cilat i ka zbuluar filli. E dyta është lloji i dekortikimit. Kemi një dekortikim paralel, shumë të pastër, i cili na lejon që ne të kryejmë një punim shumë të bukur dhe funksional. E treta është që kur doktori ka marrë masën, ai ka pastruar gjitha ndërkatet duke krijuar kështu hapësirë për masën e imët. Dhe masa e imët ka shkuar perfekt aty ku ne na duhen gjitha detajet e nevojshme. Kjo masë është arsyeja pse ne kërkojmë një masë të dytë.